Unë kur e dëgjoj Çiftelin, sinqerisht një tam dridhen dur, të më kap një farë emocioni, dyqysh e du, më na jem shqiptar, që to janë këngë të mira, që to janë këngë tonat, na jem si familja dhe tepsijat ka eri kapim. Kur vjen ai musafir. Çfarë si u dalin, a? Po, kur vjen ai musafir edhe nai tepsi, nai diçka me bëj atmosferë. Nan Zahide, nane madhe, djem ti linde luftetare, linde Hamzën dhe Ahdemin, këta heroj të tokës tonamtare. Nan Zahide, nan shqiptare, djem të tu i nisën male, dhe ju dhe bekim në nanës për lirinë e shtrejtë kosovare. Mu po më intereson me ditë pse asnjë bashkëpunim, pse nuk po bën Alinda bashkëpunime. Nuk ka mundësi me bë bashkëpunime dhe është që më kam ftu plot këngëtare edhe me emër edhe plot, po nuk e di, po kam qef me ndërtu karrierën vet. Nështë pak të njohin ma shumë për vokalin që e kam edhe patjetër që do të bëj bashkëpunim, po do të bëj bashkëpunim me këngëtar të mirë. Për shembull, me këngë kishe bo bashkëpunim? Mirë Shaqirin, jam rrit me këngë tina, unë e dëgjoj shumë muzikën e tij, nështë sigurisht kur të Feza ka këngëtar të mirë, po dhe këngëtar të ri, po që këndojnë mirë, si në Valla Saliu, flasë më shumë nështë për këta këngëtarë që janë shumë vite në skenë, po dhe këngëtarë të ri që kanë zotë mirë, kështë në përgjithësi. E përmene Ilirin të pare, një këngë të Ilirit? A din qysh, nuk po muna ta shti me kënu, dhe qysh, po më do këtë se ma mirë po shkon të kënu. Po s'po di se ka shumë këngë të mira Iliri, kështë Njo që ngën ti për vete, mos e këna për neve. S'po di. Se krejt mira, i ka, edhe qysh s'po di se se kom veç una e një që me gëndu valajnë. Se me gëndu këngë të Ilirit të emocionona. Okej, na nuk po të emocionojna, nuk po shina me kënu këngë të Ilirit, po të patriotike gjithë qysh do të me nejtë. S'kena qare pa nejtë që pjesë e këngëve. Kështu që ti, po më do këtë ma shumë njëhesht ka që pjesa patriotike e këngëve, sa që ti e ke bo dhe një këngë për familjen Jashari, për nënën Zahide. Kështu që kisha dash me qëndru pak të që pjesë. Po. E kom lansu këtë këngë dhe jam shumë e lumtur që më ka mundësia me lansu, sepse nështë ka kënu dikush e ka përmend, po unë e kom këndu prej fillimi deri në fund, ja kom kushtu, më thonë, komplet në Zahide, që e falenderoj shumë, kësha me thonë, kompozitorin e madhë Naim Gjoshin, autorin e madhë Naim Gjoshin që ma ka shkru një tekst të tille dhe Fatos Canollin që ma ka bë organizimin, kështu që ka dalë një këngë e mirë, sepse ajo është këngë shumë e veçantë. Jam shumë e lumtur që e kom këndu. Kështu që na për Ilirin nuk të ngocëm, se nuk po dëra me të emocionu, nuk është qëllimi mu emocionu, kështu që nashta që të këngë... Nashta vjen mundësia e këndojmë me Ilirin bashkë. Po, kur si dhije, të bëni një këngë bashkë. Kështu që pse ju me kënu këngën për nënën Zahide, masi veç është këngë e jotja dhe ke bu vetë edhe veç e përmenë, se qysh edhe kanë dalë ajo këngë që ka përfundimi saj, kështu që pse mos më ndëgju edhe na. Nan Zahide, nane madhe, djem ti linde luftetare, linde Hamzën dhe Ahdemin, këta heroj të tokës tonamtare. Nan Zahide, nan shqiptare, djem të tu i nisën male, dhe ju dhe bekim në nanës për lirinë e shtrejtë kosovare. Fletesh pak Alind? Alind që është me kënu që si këngë shtë qysh. A di se na për një mes është s'kena pas femna që kanë kënu patriotike, po di qysh generatat e reja me vazhdu me majt me kënu halja qysh është? është mirë, është emocion, sepse unë kur e dëgjoj Çiftelin, sinqerisht një tam dridhen dur, të më kap një farë emocioni, dyqysh më flen shumë, që e thash ma herët, më flen kjo muzike dhe e du, më na jem shqiptar, që to janë këngë të mira, që to janë këngë tonat, edhe është një diçka që nuk do të me i harru, do të me i këndu vazhdimisht, këngë për heroj tanë, do të thonë këto janë këngë, mendoj që janë këngë me vlera mas shumë tje. E përmend Çiftelin, a e ke provu në herë? Po. A din me po, ka pak Çiftelin? Po, pak. A ka dikush në familje t'juja? Po, kemi, sepse në familjen tonë kemi pothuajse gjitha instrumentet, qoftë piano, Çifteli, violin, kitare, se ma orkestrën sinta e këto krejt, me qenë se
unë kam familjen gjithë janë muzikanta, 2 vëllezër i kam arsimtar të muzikës, 2 motra kanë kryer shkollën e muzikës, prej shkollës deri edhe masterin, kështu që na jemi si familje edhe tepsia ka eri kave. Kur vjen ai musafir. Çfarë si dalin, a? Po, kur vjen ai musafir edhe ai tepsi, ai diçka me bëu atmosferë.